Jemi rikthyer sërish në studio të flasim për Europën përballë SBA-s në konfliktin në lindjen e mesme dhe kam kolegun Gens Burimi. Gens, përshëndes, faleminderit që u bashkove. Po, përshëndes. Gens, kemi parë deklaratat e ashpra këtë ditë nga Donald Trump për NATO-n, më së shumti për Britaninë, se duket se me Francën sikur e ka gjetur gjuhën e përbashkët apo gaboj? Me Macronin? Ka ndryshuar qasjen? Absolutisht jo. Macroni biles ishte dhe më jashtë për ije. Okej, po. Por që Franca ka gjithë. Trump po merret më shumë me Starmerin, po. Po sepse ka aleate, ka NATO, Franca s'ka qenë NATO, Franca la NATO në gjashtë në rukësit mrapa, Franca gjithë më ka qenë, s'ka që për Franca ka autonomi strategjike, i bërë mi vënd Europian prendimor, pas SBA-ve që ka një arpërambajtë, kështu që do të thotë që pikërisht Macroni u shpreh edhe më ashpër se Britaniku, por që ai s'ka çfarë të bëjë Franca, asgjë përveç atyre doganave, ke shampanja, po ke djathje, po ke foie gras. Ku di si përkthehet në frëngjisht, në shqip, po që Mëlçia e patës, po. Po. Okej, po si po shihet gjithë kjo situatë? Deri ku mund shkoj? Për plasjen e Trumpit me partnerët evropian. Po nuk flet fare, themi kjo është një PP në këtë teatr të madh venecian që përluhet, kjo është 10%. Ajo e Ramos dje në parlament është 0.005%. Janë gjëra pa pikë vlere. Sot është çfarë do bëj Trumpi me këtë luftë, i do dalë nga lufta, nuk është fare. Ai thjesht në këtë rast i provokoi europianët që ditën kur mund të ketë një konflikt me Rusinë, thotë nuk më erdhët, nuk e vi. Kjo është Ky është sensi. Ditën kur rusët pra ti mendon që nuk i duheshin europianët Trumpit fare në këtë situatë, thjesht ka provokuar. Apo i duheshin? I duheshin fare. Thjesht nga ana politike që tregonte që e dinte që të shkojnë europianët. Po mendonte se nëse vinë nga ana politike bëjnë një koalicion si në Irak. Mos është që historia mos ta mbajë mend që është luftë Trumpit, ai donte çmimin e paqes, shpallë luftë, pra mbante mend ishte luftë ndërkombëtare. Pa në Ukrainë nuk e hëngën atë karremin. Edhe ky sa që më duheni dhe do ta shikoni. Kjo është ditën që unë do kemi probleme me Rusinë dhe unë do vi. Është lloj fjalësh, është komplet Trumpi edhe 6 muaj e ka. Trumpi domethënë ti ke thënë deri në nëntor, aty është po sakrifikon veten republikanët për këtë luftë për Izraelin. Kjo është europianët nuk kanë pikë vlere sot fare. Nuk janë komplet out komplet, jashtë fare. Thjesht ata, sepse cila është polemika? Polemika është sa dhe Macroni dje. Vajten luftë na the. Po. Meqenëse nuk na the, atëherë pse të vim tani? Tani që e nisej biti se vet. Këta amerikanët thonë, pasi po t'ju thonë juve, dhe juve jeni hipokrit, dhe po t'ju thonim do thonit jo. Që çfarë vlen që t'ju thonin përpara. Europianët përgjigjen, po mirë, të patë na thoje përpara që unë do hy në luftë. Okej, mos hajdin. Por të paktën filloni dhe bëni rezerva nafte. Këtë europianët nuk ja falin Trumpit. Okej, që nuk e njoftoi po. Po pse s'na the? Që të paktën bënim rezerva nafte, bënim rezerva gazi, jo kështu, na kapësh gafil. Po që është polemik, është komplet polemike e vogël, është polemik pa sot edhe një herë gjithë vëmendja është sepse ke dy lufta në një luftë. Ke luftën me regjimin, po ke luftën për kanalin e Hormuzit. Izraelin nuk ka fare interesuar për Hormuzin. Fare, nuk është fare punë e tyre. Po ka thënë kështu se Izraelin nuk ka problem naftë dhe gazit, sepse se marrin furnizimin nga nga Mesdheu. Jo nuk ka problem fare. Ku që lidhen çmimet e naftës botërore, si bëhet bën fare Izraelit, fare. Ata kanë problem me Iranin. Ky është problem për amerikanët. Për Trumpin është për atë elektorat maga që sot po shef të rritet çmimi i karburantit dhe vetë në SBA kur mendonte fuqia e parë në botë sot me rezervat naftë dhe gazi. Gjes, me që përmendë çmimin, trego pak si është situata në Francë me çmimet e karburantit? Aty ke 2 euro ship, domethënë. Ka marrë 10-15 tantiem, po që shiko, Franca në këtë moment është në zgjedhjet bashkiake. Kështu që akoma nuk ka filluar, si thua, është raundi i parë që bëhet javën e kaluar, raundi i dytë në ardhshme dhe përshikohet sot që partitë ekstremiste nuk kanë më të interes sot të afishohen si pro-trumpist. Domethënë sot Trump është bërë një figurë tepër e urryer në Francë dhe në Europë perëndimore. Një figurë që thuhej me Trumpin të shohin domethënë si një. Edhe Marine Le Pen ka bërë dalje? Komplet. Ai bëri dalje që në fillim fare, ai bëri dalje që kur doli, nuk sot thjesht ta fishosh me Trumpin dhe për ekstremistët
humbet pikë sot. Humbet pikë, kështu që Trumpi ka hyrë në një sakrificë për veten e tij për të bërë shërbim Izraelit, inshallah po ja arrin, sepse do ishte një luftë për e gjithë tani frika sot është që dhe Izraeli sot trajtoj tani Iranin siç po trajton Gazën, meqenëse nuk e arriti dot me atë presionin, fuqinë e madhe ushtarake, menduan se do zoshin. Pak a shumë si hesapi që i bëri edhe Putini me Zelenski në fillim të luftës. Ratë në një njëjtin kurs. Por Hamas sot izraelitët nuk e ka problem fare pastaj të hynë rëndshëm bombardimeve dhe ta rrafshojnë. Me mendje që nuk do kuptojnë që nuk rrexohet regjimit, pa ta dobësojnë për gjysmë shekulli. Po këtë rast për e bën këtë gjë, atëherë i presin rrugën edhe çdo lloj mundësie të një revolucionit brendshëm, të atyre sot që e shohim sy të mirë këtë luftë kundra regjimit në Iran, nëse nesër intensifikohen bombardimet dhe prekin në masë civilet, atëherë në të rast sigurisht që ka edhe një kthim të opinionit publik. Po Izraeli tregoi në Gaza, po tregon aktualisht në Liban që ku ka një kthim strategjik ushtarak, nuk i bëhet shumë vonë për civilit. Gens, ekspertët e sigurisë, analistët e ushtrisë në Francë, cilët janë skenarët që ata parashikojnë në përfundimin e kësaj lufte? Pra, zërat publik që janë ekspert të luftimeve, të luftës, të gjithçkaje në Francë, që padyshim janë shumë, ndoshta shumë të përgatitur se ata që janë në pjesë botës. Cilët janë skenarët që ata japin për përfundimin e kësaj lufte? Ushtarakisht Irani është i mundur. Ushtarakisht është i mundur, thua. Okej. Po, është i mundur. Por ama edhe Iraku që i mundur. Edhe Afganistani që i mundur. Problemi është se kjo është analiza që bëjnë që amerikanët nisin një luftë ose mbrapa ta lënë do pikësh në dorë. Kjo është, domethënë që mbrapa është një kaos në Iran, një kaos. Kjo është problemi. Se në çdo moment ai Donald Trump mund reagohet, Izraeli më thotë që mua çmora bere qavës, domethënë e shkatrova mirë. Kam 10-20 vjet kohë. Por mbrapa pastaj është një kaos. Është një kaos. Shiko, vetëm sa opozita ke atë që ke në Shqipëri. Që urret nga një pjesë e iranianëve. Ke atë të shaut, që urret po ashtu nga një pjesë e iranianëve. Ke kurdo që duan vetë. Ke, do jetë një kaos. Të parashikojnë ta këtu. Nëse nuk bëhet negociatë dhe prandaj këta se kuptuan përse Larijani, si themi në frëngjisht, u vra dje sepse sa më shumë vret të kokat të regjimit, së të ngjelet më një pastaj mbrapa negociash. Dhe kjo është, pas patë me koka, është një kaos komplet. Është një kjo është analiza. Ushtarakisht është një Irani i mundur. Trump nuk do të guxojë të çojë trupa në tokë. Do mundohet të zhbllokoj Ormuzin, por Ormuzi problemi është se janë gati 1000, më shumë se 1000 kilometra. Jo gjerësia, po gjatësia e linjës detare, si mund ta është e pamundur. Dhe gjithë tani kjo është tani problemi, çfarë do ndikim nëse nuk fitojnë luftën me Iranin,